Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam nderin të prezantoj një nga personazhet më të dashur për publikun. Ai është Artan Kola. Artan, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Jam shumë i lumtur që të kam në studio. Jam shumë i lumtur që të njofta nga afër. Atëherë unë dua të di më shumë rreth teje, për fëmijërinë tënde, kur nisi talenti yt për muzikën. E mban mend herën tënde të parë kur ke kënduar? Po, normal që e mbaj mend, kam qenë tek shkolla Kushtimi i Lirisë. Alidem, sa atje kam pas shpim fillim. Edhe kur ishim në orën e muzikës, ishin ato korret. Aty pastaj dihesh që ishte sa ishim me 30 e sa nxënës, ishte diferencimi. Edhe mësuesja muzikës normal që spikati këtë gjë dhe më sugjeronte thotë pse nuk shkon në këto pallat, të kanë qenë ato pallate të pionierëve, shtëpitë e pionierëve faktikisht. Edhe unë u regjistrova tek pallati i pionierëve aty dhe aty kam marrë pjesë në 3 festivale të Tiranës dhe 2 të Shkodrës. Dhe aty do të thonë që në moshën 18 vjeç, me kalimin e kohës pastaj e forcova më shumë, por nuk është se kisha dëshirë shumë muzikën, por nuk është se vazhdova shkollën e muzikës për në shkollën e mesme. Pse? Po ishte pak problem, ishte ajo ideja që djemt nuk këndojnë në atë kohë, ishin koha vajzat më shumë. Edhe plus që ishim ato pjesa e adoleshencës, ne kishim 3-4 shokë që u merreshim shumë me pjesë elektrike, kanë qenë ca robot atëherë. Bile kena arrit bëshim me hidrocentrale të vegjël. Pasioni i madh për punën elektrike, se unë atë kam marrova, vazhdova dhe shkollën Politeknikun për atë deg. Dhe më vonë pastaj gjithmonë e kisha prirën dhe dëshirën gjithmonë për muzikën, nuk diskutohet. Kur e kuptove që muzika nuk është thjesht më një hobi, le ta quajmë, apo talent, por është një profesion që ti vazhdove të bësh këngë, të tuat, ti nxjerrësh? Ajo gjithmonë mas vitit 95, momentin që në atë kohë unë kisha moshën që do kisha një profesion, pavarësisht se unë vazhdoja me punën për pjesës ku kisha marrë shkollën, isha dhe një institucion shtetëror në atë kohë dhe punoja. Dhe mas vitit 95, 96 atyre fillova që unë të mendoja fiks që muzika të kalon të profesion dhe të jetoja me muzikë. Pastaj mas viteve 2000, me albumin tim të parë, aty pastaj pata fat, se sot edhe jeta është edhe fat. Pata fatin që albumi im i parë u prit shumë mirë a publiku dhe aty kaloj në vazhdimsi pastaj. Kush ishte personi i parë që të mbështeti? Personi i parë, dhe më thonë që unë kam shku në studio, ka qenë studio shumë me emra, ishte Jazz Studio në Akademinë e Arteve. Aty takova kompozitorin Dorian Gjoni, që e përshëndes. Dhe me atë pastaj neve filluam të bënim këngë, të bënim dhe albumin, bashkë si me Erion, edhe me Erion Zalorshin, dhe më thonë që kishin të dy bëmë atë albumin e parë. Dhe im kam shtetë shumë në atë kohë. Edhe gjithashtu dhe firma diskografike që ka qenë Phoenix, edhe ato i përshëndes shumë. Sa e vështirë është sot të depërtosh në tregun muzikor shqiptar? Faktikisht nuk është se është shumë nuk ka qenë si më përpara. Këngëtarët po ato janë, siç kanë qenë dikur, po ajo prurje është, po sot mediat janë shumë të fuqishme dhe pjesa e YouTube-s, e Instagramit, e TikTok-ut që janë këto të reja, sepse unë nuk është se jam përdorues dhe s'kam qenë shumë, tashi ka fillu dhe me thënë, se isha pak skeptik me pjesën e medjave vizive në YouTube edhe në internet, dërsa tashi janë shumë të fuqishme, por është diçka sepse duhet të investoj shumë në marketing më shumë. Se duke ditë që sot çdo gjë është Po është dhe një benefit, mendoj. Për çfarë? Të investosh në marketing.
Po s'është benefit shumë i madh sepse Shqipëria 2-3 milion banor ka. Do thonë 2 milion banor, 100.000 këngëtar, ku do hambu gjithë? Ka shumë këngëtar. Shumë pafund sepse sot i herë edhe këngët po bëhen me AI. Kam filluar dhe këngëtare, domethënë, me AI dhe kështu që është bërë një lëmsh i vërtet. Mu thjesht më gëzon fakti që vetë personalisht merrem me live-in, me dasma, me gëzime familjare jashtë, që kam qenë shumë në Londër, apo New York, apo në Amerikë, domethënë, në Europë. Dhe për aq sa më duhen për të jetu, është mundësia për ti pas ato të ardhura vjetore, por sot nuk e di, është e çuditshme sepse është tregu shumë i pakët dhe këngëtar shumë. Se si bën, se si jetojnë, se ku çfarë marrin, se çfarë bëjnë, nuk e di, po prap unë të gjithëve jo aroj të gjithëve punojmë dhe suksese, sepse fundi secili ka atë të vetën edhe secili duhet bëj atë që di të bëj mirë dhe ta bëj dhe inshallah kthehet në të mira materiale, se fundit të investosh sot një këngë të shkon nga 5 deri në 10.000 euro. Se vetëm përveç asaj që do dali nga studio që shkon një audio më shkoj 3.000 euro, një video më shkoj 7-8.000 euro. Donë edhe investim Instagrami, TikTok, pak një këngë shkon 15.000 euro kështu pa frikë, një këngë shumë profesionale. Sidomos për këngëtarët që kanë problem që skënojnë fort mirë, sepse ato që skënojnë mirë ato do të investojnë më shumë. Patjetër. Atëherë në materiale për ty përmetet shumë Mirdita. Po ti ke thënë që je rritur në Tiranë. Unë jam lindur në Tiranë. Lind e rrit në Tiranë. Cila është lidhja jote e fortë me Mirditën? Ideja është që Mirdita është, si thojnë, po s'kishe Mirditë nuk do kishe Shqipëri. është vetë vendi ku në 5 vite ka qenë i pashkelur nga si lloj pushtuesi dhe janë njerëz, janë shqiptar fiks autokton. Do thonë shqiptarët autokton që janë fiks shqiptar janë mirditorët dhe sicilianët, edhe më arbresht Sicilis. Kjo ishte për gallat më shumë. Po mendoj që gjithmonë e kam pas atë dhe e kam atë tërheqjen për vendindjen e babait tim. Në vitin 1981 ishe pjesë e festivalit të fëmijëve. Po. Çfarë kujton nga ajo dalje? Më pëlqente shumë në atë kohë sepse kishte një disiplinë të jashtëzakonshme. Atëherë nuk të falte njëri. Normal që edhe këngët kur i kënonim, ne kënonim live, edhe kur nxizosim radio, ne nxizonim një herë, me shirit, nuk ishte me kompjuter. Edhe profesorët që kishim neve ishte Robert Radoja në atë kohë, një nga profesorët dhe pedagogët më të mirë, Vangel Petushi, ka qenë Sebastian Guralumi, më kujtohen që ishin këto profesorët e kantos. Bile më kujtohet kur bëshim ne festivalin, vinte na përshëndeste, vinte Irmani Bohova, Ardi Gjebreja që ishin brezi më i vjetë, që vinë gjojën edhe në atë kohë ishin shumë këngëtarë të mirë. Por edhe ato që ishin aty, qa ishin kolegë tonë, ishin që gjithë shumë mirë. Dhe më pëlqente shumë thjesht pjesa e interpretimeve të gjithë që ishim, ne që bëshim prova për të bërë një këngë 3 minutë, që ne bëshim 3 muaj prova. Sepse ato festivalet ishin bëshin 2 herë, i herë bëshin në dhjetor dhe i herë bëshin në maj. Dhe për ato neve bëshim prova. Në atë kohë, mendoje se muzika do ishte profesioni yt? Ja. Nuk është se do ishte profesionim, sepse fundit edhe në atë kohë, edhe pse ishin disa këngëtarë që quheshin amator, edhe ato punonin pasaj. Që ti ishe profesionist, duhet marrë shkollën në atë kohë, duhet marrë liceun, duhet marrë akademinë e arteve, sepse në atë kohë i ka qenë shumë organizuar pjesa e artit. Dhe ai që bënte për atë punë bënte.
Edhe du të t'ishe i sigur për atë që bën. Kështu që unë nuk është se e kisha shumë të sigur dhe për këtë gjë. Atëherë ke thënë shpesh se Biri Gajdes ishte një këngë që të dha shumë sukses. Pse funksionoi ky sukses? Pse ta dha kjo këngë atë sukses? Biri Gajdes gati Xhika Qerajo dhe Dasma Malçori, domethënë që janë dy këngët, po Biri Gajdes ka qenë se ishte një nga këngët që u lançu shumë në Top Albania Radio në atë kohë. Ishte vështirë të paktën 10 herë në ditë e hipte Top Albania. Dhe ishte ndër vetën shqiptare që u lançonte aty dhe kena punu shumë me atë këngë, me Dorin, dhe mendoj që ajo i rezistoi, ajo një dhe se si Dasma Malçore, si Biri Gajdes Xhika, kam një 2-3 tjera pastaj. Buz Valmorit, kam një me Fatmira Berçani, po ashtu. Po këto dyja i rezistu në kohës, sepse sot ne jemi në 2026, ato janë bën 2020 njëra dhe 2021. Pra janë këngë për 25 vite që ato vazhdojnë të jenë akoma në treg. Edhe në dasmat shqiptare. Në dasma shumë që ndëgjon dhe për këtë jam i kënaqur, domethënë që. Cila është kënga që mendon se është më e vlerësuara në këngët e tua? Më e vlerësuara? Nuk është se kam unë jam shumë i kënaqur për ato që kam bërë, pavarësisht se unë kam bërë 2 tërheqje. Vitin 2005, 2006 u tërhoqa 4 vjet nga muzika, u rifuta në 2010, po në ta 4 vjet dhe prap. Pse i ke bërë këto tërheqje, këto pauza? Unë jam njëri pak a shumë i drejt për drejt. Njëri që atë që e kam e them, pavarësisht sepse ai njëri që është i drejt për drejt, atë që ka në shpirt apo atë që ka në vetvete, fjala e drejtë është armiku i vetvetes faktikisht. Edhe duke pa që shumë gjëra, shumë bryle, shumë më thoj sa pisliqe vendosi të tërhiqesh. Po, duke qenë sepse unë isha edhe një këngëtar, përveç se këngëtar profesionist, isha edhe këngëtar mediatik. Dhe kur je në media, duhet bësh atë që thonë ato, që ti të qash. Unë kam pak problem këte, kam pas dhe e kam akoma, që nuk mund bëj atë që bëj këtë se të mund, se dua në kështu që ti, po e funit ti e artist, ti e këngëtar, nuk mund bësh. Në art nuk bëhet ajo që thot ai, të kam dorën, thot, nëse ti se bën këtë. Por prap kam dëshirë prap të rifutem mirë, edhe fuqishëm. Deri tani mirë ja, me që kam parë. Jam të bërë disa këngë, kam shumë këngë, kam bi 20 këngë që do t'i nxjerrë dhe besoj se nuk do të ndaloj më, kupton. Duhet të vazhdoj, kam filluar edhe maratona e këngës popullore në Bramisha në Elbasan. Është një festival që jepet nga ato mediat e fuqishme shqiptare. Nëse jam gjërkase, pastaj është çdo 3-4 ditë në gjithë Shqipërinë. Shumë i angazhuar. Si e përballon të gjithë angazhimin? Në momentin që njeriu përveç punës që ka, profesionin që ka, do të ketë edhe vullnetin dhe dëshirën për ta bërë këtë. Për shembull siç e ti vetë, për shembull që ti nëse s'ke dëshirë dhe vullnet, edhe këmbgulje për atë që ti kërkon, nuk e arrin kurrë. Dhe është momenti që përderisa unë atë trasen rrugën e kam shtruar me vetëm thjesht ka ato zbukurimet ose ato vizimet. Pse mos nuk është se kam shumë nevojë tash për të investuar në imazh apo thjesht duhet të investoj në këngët, në tekstet, në muzikën, në zgjedhjen e këngëve, se ka të bëjë edhe shumë pjesa e zgjedhjes, sepse fundit çdo njeri atë që bën do ta bëj për publikun, jo për veten e vet. Për ato që të mbështesin dhe të duan. Po normal, sepse fundit çdo gjë që bëhet sot duhet përgatitet për t'ia dhënë dikujt. Atëherë unë jam shumë kurioze. A ka sot më pak dasma se 10 apo 20 vite më parë?
Po normal, sepse sot e flitet para dasmën që kanë ra shumë, kanë ranë mas para 10 vitesh. Brezat ndryshojnë. Nuk e di ju vetë personalisht, edhe nëse je lidhur apo je në prag të një fejese apo një diçka me partnerin tata, me shokun ta tjetës, nuk e mendon shumë dasmën. Jo, unë e mendoj. E mendoj dhe do të marrë ty konferencë. Faleminderit, po e kuptoj pra, po në momentin që po ta them jo ti personalisht, brezi jot. Brezi. Sepse unë i shoh të gjithë. Më përpara ishte vështirë që një vajzë të dilte nga shtëpia pa vello, sepse nuk e lente nëna dhe babai vet. Traditat janë zbehur, do të thuash. Po, pjesa e dytë është që edhe babai ose nënat, sepse nënat janë ato këmbgulçet për të bërë dasmat, nuk thotë që unë nuk fus snuse në shtëpi pa vello. Që do të thotë që atëherë ka pas tradit, kurse sot është vështirë sepse edhe fëmijët nuk para po i pyesin më prindit, jo se s'duan të pyesin, po edhe fundja fundit sot prindit kanë një diferencë shumë të madhe me fëmijët, edhe fëmijët sot të gjithë i shoh to që janë nga 20-25 vjeç që punojnë gjithë ditën vetë dhe i mbledhin vetë lekët për çdo gjë. Po është e mirë kjo. Është e mirë, po të dhimbset leku jot. Po, është e vërtet. Domethënë, nëse ti thu do ta bëj dasmën, thu të dhimbset kur ti e ke ashtu. Kurse kur thot prindri, po e bëjmë. E bëjmë, thot, po prapë ti s'pranon, sepse ti thu babi dhe mami janë lodh për ato lekë, thot më mirë mbaj, ti mbajmë dhe ne, bëjmë ne pushim në gjë. Po, fiks. Bëjmë një 10 veta, 15 veta në një kështu mblidhemi ato ashtu pjesëtarët e familjes, plus që është një fatkeqësi jashtëzakonshme pastaj që njerëzit tu janë larguar gjithë. Po. Dhe imagjinoje ti dihet që një njeri sot një çift përveç asaj që harxhon çifti, harxhon dhe mysafiri që vjen aty. Se minimumi jo bileta avionit, jo 4 ditë do vish në Shqipëri. Veshja, jo më na hiku 150 euro shim ditë. I punës, se bëhet një llogari që çdo njeri shpenzon minimumi 1500 euro minimumi për ta ndasën. Pra njerëzit po i bin shkurt shumë gjëra. Pastaj kemi dhatë të hedhur në lekëve ne. Sa është, ka ngelur akoma jo bakshishet në dasëm, qoftë nga këngëtari? Po normal që ka ngel dasmat, pjesas, dhe mos pjesat, zonat rurale i kanë të gjërat pjesa veriut, edhe jugu, pjesa fshatit, dhe më thëmë, ato që i majnë traditit akome. Cila është zona më e legra? Që ti ke shkuar dhe e kënaqur edhe vetë pa fund duke parë dhe atmosferën që kanë krijuar dasmorët. Po janë me zona, për shembull zona Dibrës, që jeni ju nga Dibra, domethënë, janë me zona atje ku hedhin lek, kuksi po ashtu janë, domethënë, kanë ato tropoja, mirëditorët hedhin. Pjesa që hedhin tash për momentin është aksi nga Nila deri në Milot, sa aty është dhe leku më. Pra aty ku ka lek aty hidhet leku. Kupton? Se s'ka qenë dikur pjesa Shqipërisë mesme, Shijaku apo aksi Shijak deri në Rogozhin, se i di dhe me si me harta kështu. Po pra. Lazarati diku që hidhte lek pafund në atë kohën. Po cila është shuma më e madhe që ke marrë ti? Po lekët nuk tregohen e goce. Po mirë sa mund të marrësh ti për një dasëm? Unë në dasëm marr. Sa i shtrenjtë është tani? A është i arritshëm? I pa normal min. Për të gjithë. Po nuk diskutohet min as. Ka diçka që ai që merr mund e dim pak a shumë se sa do kushtoj. Okej, në dasmën time sa do më marrësh? Në dasmën do të jap unë 1500 euro në radhë. Faleminderit. Edhe kështu që tek e sigur se është të komente, më thonë ta nuk e rrejt. Prandaj të pyeta unë. Po pra, dhe unë jam se mendoj se dasma ime do jetë flak fare, sidomos me ty këngëtar. Po, s'diskutohet, dhe pastaj ty do ketë lodra, do ketë cyrle. Të gjitha pra, se unë nga Veriu. Ti verior po ashtu? Po, patjetër. Dasmën e Dibra e çdo mos në borë i boni të mira. Po në borë ahengu. Ahengu, në borë i qani, ma. Cila është dasma që të ka çuditur më shumë? Me çfarë
aspekti domethënë që më ka çuditur. Ke shku në dasëm edhe je çudit. Se di cila mund të ketë qenë arsyeja. Ose nuk e ke prit që do jetë ky rezultat ose në cilin vend? Pjesa domethënë çudirat ndodhen aty ku thash. Pjesa aty domethënë ka pas raste që më shumë çfarë mund të më shumë ka pas lek në salsë sa gura aty për jashtë. E kupton. Cila më thuaj saktësisht, cilës zonë ka qenë kjo? Po zona dihet ku është Laçi më i ka Laçi, para Laçi. Mamurës Laçi është. Këto janë ekstrem, ë? Ekstrem shumë. Apo e dëmton Tallavaja muzikën shqiptare apo është thjesht një shije e publikut që duhet të respektuar? Çdo muzikë është shije dhe çdo muzikë nëse luhet mirë dhe këndohet mirë është diçka që muzika interpretohet, domethënë, që nga Tallavaja, Rapsodia, Çiftelia, Lahuta, opera tjetër, pra në çdo lloj gjoje që interpretohet mirë, ndigjohet. Do të kesh parasysh që Nena popull Ballkanas, muzika ballkane nuk është se ndryshon shumë, sepse fundit pjesa e muzikës popullore vjen nga rryma turke, arabe, gjithmonë, se po të njëjtën gjë kemi ne, ka greku, ka serbi, ka Rumania, Bullgaria. E gjithë pjesa e kësaj muzike që quhet Tallava, se faktikisht Tallavaja vërtet vjen nga pjesa e Bullgarisë, janë muzikë dhome, që këndohet premtën shtunën, që këndojnë gratë me defa. Ajo, me atë ridërdun. Kadak, tungërdun. Tallavaja, po fix. Ajo është domethënë fix. Pastaj e kanë marrë këto pjesa në Shqipëri, pjesa romëve, domethënë që janë normal që janë fushën e vet, në zonën e vet dhe janë fix talent për atë lloj pune. Po, në të vërtetë po. Edhe janë, si thënë, kanë kaluar ato në muzikën, kanë hyrë në pjesë moderne. Tallavaja po. Të mysin faktikisht me të drejtë. Tani. Si rezistant. nuk mundesh të kesh një person që këndon Tallava sri dot. Cili është artisti? Imagjino ka arrit në parlament emri Tallava. Po, fix. Cili është artisti që vlerëson më shumë i zhanrit popullor, muzikës popullore? Që vlerësoj unë. Artisti dhe artistja. Do të thonë, unë vlerësoj faktikisht pjesën e artistëve që janë artista që kanë kënduar dhe që unë kam marrë nga ato dhe kam ndigjuar, do të them, ritmin dhe këngët e tyre. Pjesa e Shqipërisë që kanë qenë në atë kohë Artyra Toska, Bujar Qamili, Fatmira Breçani apo Eli Fara. Pra këto këngëtarët e traditës fikse unë aty kam marrë. Pjesa e Kosovës janë Ramadan Krasniqi, Sinan Vllazaliu, Remzi Osmani, Shredi Beluli. Të gjitha më. Afrimu Moçiçi, domethënë këto janë 5-6 këngëtarë. Po mirë, okay, gjithë këto që i vlerëson, e jona. Po juja. Gjithë këto që i vlerëson janë gjithë këto xhaneri, këto që sapo përmenda, janë të gjithë më. Po. Me kë nuk do bëje kurrë një bashkëpunim? Nuk është se më shkon menja shumë, se me kë, me gjithë këngëtarët janë shumë mirë, po mirë fare janë bile, po përsa për lajmë, për juve. Hajherë. Për lajmë. Për lajmë? Jo, me gjithë do bëja, po që s'do bëja fare muzikë, s'do bëja me mirin e gjikës. Pse, po nuk jeni një zhanër, prandaj. Se me ai është... është i popullore saj? Po jo, po e ka gjysë popullore. E ka? S'kena para,
Po. Po, qike, duj. Po, Elin qike. bravo. Më thënë, i kanë ato. A nuk do të bëje kur, a? Po mirë nga që ka qenë i treti për herë. Në sfond. E futëm dhe këtu të të. Edhe jo ka qenë në sfond në atë kohë kur ishte Flori, i madhi Flori, edhe prandaj. Po këtë e thash për shaka. Për shaka. Se minë e bjasi gjone e përshëndesim. Me që përmende Mirin e ke pas konkurent në Big Brother. Unë dua të prek pak tek Big Brother tani. Po normal se do s'do ti e gocë, është pjesë e jetës time. Është pjesë e jetës tënde. Do të thonë 75 ditë që kam net aty kanë hik nga jeta ime, do të thënë janë heq nga jeta ime. E diti që unë kam qenë fansja jote? Jo, sa po e mësova. Sa po e mësova? Si ndihesh tani që e mësova? Mirë, po jam i sigurt që ti fanse nëse e bo, dhe është bo nga gjyshe e ote nga babi. Jo, më ke pëlqyer gjithmonë si personazh. Faleminderit. Ti ke pas shumë vlera si personazh. Pse vendose të futesh në Big Brother pas një karriere kaq të gjatë? Faktikisht kjo ka qenë pyetja e sa harroj kurrat natë kur më thot Ledioni që Artan pse ti vendosen në këtë moshë, sepse kam një farë moshë, nuk është se e kam kaluar atë gjysmën e jetës, domethënë atë maloren që po në fushore, domethënë. Edhe thash me shaka, po kishe diçka të pranë, sepse neve mirëditorët edhe di brande kanë atë fjalën kunjin mrena. I thash ti ka marrë për të pastruar plurin tim të antikitetit. Por të rikthyer edhe një herë më fuqishëm. Po. Për atë më shumë, sepse faktikisht brezi i ri i moshës 20-30 vjeç nuk është se më njihnin shumë. 20-25 sepse paktën 7-8 këngë kanë pas super të forta dhe ato vazhdojnë të mbile i kam rikthyer. Po i rikthej edhe akoma. Janë ato baladat? Baladat, edhe një nga ato baladat da bëjmë një partner këngëtar. Na e zbulo. Jo, nuk e zbuloj. Nuk e zbulo? Jo, po të fjala. Cilën nga ato balada? Nata fundit. Nata vjen, sonte zëris. Dhe kam 4 balada, kam një 2-3 këngë tjera që po i rikthej, po i bëj një remix. Shumë bukur, nice. Tani troç hyre për famë, për eksperiencë, për para, apo për t'i treguar publikut se kush është Artan Kola i vërtet? Ti e the pak a shumë që u futet për t'i tregu publikut, por që edhe jo, nuk është keq që të treja këto të bësh një mix, ishe mirë fare. Është okay, gjitha nga pak. Po nga pak, sepse fundit njeriu do të jetë i drejt për drejt, për shumë për famë, se mos ta kesh famën. Po. Para nuk diskutohet se pa parë s'ke ku shkoj herë. Se është qetësia e trurit. Dhe shpirtit. Ja, shpirtit është tjetër kush është. Kush është qetësia? Dashuria normal. Po. Seriozisht? Po normal, trupi njeriu të ka ushqim. Çdo gjë e pjesë e trupit ushqehet. Kështu truri është ajo, po s'pate pare, gocë truni bllokohet totalisht, ulet automatik, gërdap edhe. Po pate pare, o tani ç'o duhet dashuria ke pare? Ç'o të duhet dashuria? Kur ke pare ke gjithçka. Sot në ditët e sotme. Po më unë s'po them pare me blej dashuri, gocë. Pare me jetu normal, me u kënaq, me shoqërinë, me familjen, me bëj qef. Po qefi do bën njerëzit për ditë. Gjithë ditën rrugëve asnjë s'punon, asnjë gjë, qefi çfarë do bëj? Po çfarë qefi? Po s'është qefi, qef është të ikosh me pushime një herë në 10 ditë, jo shtet, ja je shef. Ai është abuzim pastaj. Abuzim po? Ç'është herë në ditë. Ja abuzon me veten tate. Është i kong 7 ditë ymën këtë dynja. 6 idhnim e 1 sepa. Pra 6 ditë ti do punosh, do lodhesh për një ditë që ti do rish pushim. Se pa ti e ditë kur i thoi, si që thojnë, po, qetësisë apo dashurisë, kështu që ti thuj herën dhe ditë, po robi, me vërtet mund shkosh i herën 10 ditë. Pa do punosh, ku do t'i marrësh atë lekët për 10 ditë, sepse këtu shoh çudirat pa me këtu. Sidomos pjesa e femrave këtu janë të çuditshme. Si janë të çuditshme? Po. Janë sepse investojnë shumë në vetveten e tyre. Pse është keq të investosh në vetvete? Fare nuk është keq, po është problemi që të investosh në vetvete, minimumi unë që investoj, thoj zakusht di çfarë, investoj 500 euro në muaj për veten time, për gjërat e mira. Po. Personale, flas për pjesën e personale,
pa rroba, pa asgjë gjë. Por rrobat e budalliqet, që këtu ka ferma që kanë minimumi kanë 6-7.000 euro. Një mbajtje mujore. Ku i gjen, si i gjen, nga i gjen, ç'a bëjnë. Po e kanë ndaj persona tanë që i mban. Po unë e di që ç'a të mund ti? 60% janë femra, 40 janë meshkuj. Të 40 ma kanë 60. Pra një mashkull merr ka 20-30 milion lekë rrogë muajt e ma ka 2-3 co. Basa, po nuk është çudi sot. Sot asgjë nuk të habit. Jo më, për çfarë shoh është ajo që thu ti. Se ku i shoh me çanta ka 2-3.000 euro. Me e tjerë tjesë s'du të shkoj më thellë, se nështë na mori një notë pas e thot. Na marri një natë, kështu që ky nga i noti që s'ka lek vetë, thot, se thot për ne. Se gjithmonë ai që ka i natë, ai flet, ai gjykon. Kur hyre mendove se do fitosh apo hyre thjesht për këto normal që hyra për të fitu, po në vetvete duke qenë se njeriu ka dhe penalitete në vetveten e vet. Domethënë nuk mundesh ti të bësh, nuk mund dalësh shumë nga kuadri, nga korniza jote për të vënë shumë gjëra në jetën tate për të fituar atë që ti mendon. Siç kishin për 70-80% e banorëve aty ishin asnjëri s'ishte vetvetja dhe bënin ca budalliqe që çdo gjë mund të bësh vetëm të fitosh. Po. S'mundesh ti, do të kesh ca principe në jetën tate për ta fituar. Nëse ti do të fitosh jashtë atyre gjërave, atëherë ti s'quosh asnjëri as, nuk e di. Aty kishe banor që çfarë do lloj gjëje ti thoja e mund ta bënte vetëm të fitonte. Kupton? Po s'është jeta kjo. Njeriu i ka disa principe, pra ka. Plus e unë jam dhe familjar, kështu që nuk. Po. Se aty vetëm Rogerti ishte familjar, s'kishte tjetër. Miri ishte familjar ishte dhe Miri. Po 13 vjet me gruan për jashtë. Gruan po se pata në shtëpi për natë, s'qut grejnë. Unë çdo mjesë pi kafe me te. Loja e mi s'm ka pëlqyer. Normal, që s'm ka pëlqyer, pse thosha tullë djegme. Se ishte vërtet. Më thonë i çuditshëm ai, s'm ka pëlqyer fare. Tashi të gjithë aty që janë, nëse i pyet secili tek për tek, të gjithë thonë që asnjëri nuk ka pëlqyer si lojë. Po mirë, okay, Miri s'ka pëlqyer. Kush ka qenë ai personazh që t'ka pëlqyer? Nuk e di, ky Big Brother që kam pa këtë radhë, edhe që kam jetu, ka qenë Big Brother më i egër. Në të vërtetë po. Ka qenë me njerëz, më thoj se më pa ftyrë, vulgar gjithë, pa edukat, pa asnjë lloj gjëje. Saqë arrita dhe unë të bija pre e asaj gjëje që kisha brenda, dhe fundit nga fundi nuk pyetja më. Doja faktikisht t'i bija në kokë çdo njeriu. S'kisha do, nuk arrita të kisha shok brenda, s'kisha një njerëz që të krijoj. Do të thënë nuk vlerëson asnjërin nga ato ish konkurrent. Kjo ka qenë dhe pyetja e atit Ledionit kur më tha, kë vlerëson nga aty? Thash, një shifi vetësh, ja ku janë në ekran. Ka pas thënë nëna ime dikur të birë Selmoni Nonc këtë çaj më parë. Më thuj një nga ato që ke aty. Që vlen. Që për ty personalisht vlen, për spektakël po. Për klikime, budalliqe, po, çdo gjë lojra apo tani. Po që të flasësh për njerëz që kanë vlera aty brenda, më thuj një. Ka qenë Stina. Stine shumë djalë i mirë, po Stine u tërhoq. Se nuk e pa vetën Basa. Po normal që se pa vetën. Unë Stine e njoh tuaj 99 e njoh. Stine ka qenë i vogël dhe ai bëri mirë faktikisht që doli. Edhe Flori ka qenë i mirë. Flori nuk neti shumë. Për aq sa ndeti. Po. Se 2-3 vjet, pa dëgjoj tani. Ku flitet për lojë dhe për konflikte, për të qenë brenda, sepse për të ndarë torta nuk është problem. Po. Se aty kishe Florin, kishe këtë Alesion, që bote si i pari, po kur nxente ai spyste.
Pra nuk është problemi me qenë në dy bashkë, po bëjmë intervistën bashkë dhe jemi mirë. Problemi është se si neve jemi mirë, se si mund t'i ndajmë gjërat kur ne jemi në sherrë e sipër, ose mund të bëjmë gjërat, se si mund t'i ndajmë gjërat e tjerëve. Po me qenë si 2-3 banorë aty me hor bukot, me dal. Sa aty kanë qenë pak 5-6 banorë kanë qenë kot fare. Do të thonë hy edhe me qenë i mirë, po për qenë i mirë rrin shpill. Për mos i qenë mbrenda konflikti, për mos me ditë me ndaj gjërat, për mos me ditë me fol. Sa ajo është pjesa e bukurisë së lojës, nuk është pjesa me net me qenë me gjoja mirë me të gjithë. Se mirë me gjithë nuk mund të bësh sot. Ka qenë edhe Luiz Eli që u fut në një moment. Luizi ishte për lojë aty. Si u ndjeve në ato momente kur erdhi Luizi? Mirë u ndjeva. Faktikisht në produksion, edhe si produksion mund ka e ndjeja që më ka respektu shumë. Dhe gjithmonë i kam falenderoj dhe falenderoj prapë sot. Edhe ndoshta edhe njeriu mendon që edhe në produksion kudo ja imponon dhe respektin, sepse funi fundit çdo gjë sot ka atë fair play-in. Që mund të lozësh ti me produksione me ty. Dhe ka pas raste që të provokojnë ato për ditë se çfarë karakteri ke, çfarë. Ti shif Kristin, kështu doli sa arriti doli hiku për jashtë. S'doli nga dera, po doli se majti dot presionin, sepse mate veten shumë të zot, shumë të zgjut, po ishte kokra idiotit. Sepse ishte njëri më shumë llafollog. Kishte më shumë lafologji se sa vepra. Pra ai më shumë shiste men, si thënë, se sa shiste si thënë, edukat, me folë me nejt, me njerëzit, i pëlqente shumë vetja. Edhe arriti ku shkoj, aty ku mbriti në fund fare, sepse faktikisht edhe publikun e kishte me vete. Po, kishte, Kristi. Po, kishte shumë. Por në sajt asaj që sot publiku është pak naiv në vetë vete, dëshirohet shumë shpejt me njerëzit që janë mashtrues në të folur edhe. Po të rifusje përsëri. A do të bëje prapë të njëjtën lojë? Normal. Ç'do bëja? S'do kishte një strategji tjetër. Po s'është punë strategjie, unë nuk mund dalë. Ishte thjesht vetvetja. Nuk mund dalë, atë gjithë vetvete kanë qenë aty. Të gjithë personazhet, sepse ka momente në çdo vend që ti shkon vetë personalisht je e huaj. Po. Dhe fillon pastaj mësohesh me ambientin që ke, me njerëzit që ke. Duke mësuar me ambientin që ke, me njerëzit që ke, harron pastaj që ti survejohesh nga kamerat. Dhe ditë për ditë ti familiarizohesh me ato kamera. Pra nuk e di se sa ke këtu në punë këtu apo sa për punë që ke, as unë vetë personalisht. Kur kam filluar për të parë muzikën e tjerë, ti kisha ato meconet e mia, këndoshin me tjerë. Kurse sot çdo gjë që bëj unë duket shumë normale, ashtu si mund të jesh ti këtu. Që në fillimet e tuaja ke qenë me ato meconet e tuaja, ngatrosh me fjalët e tjera, duke ardhur, duke u profesionalizuar. Dhe në Big Brother, harroje që ti kishe kamerat aty sepse mësohesh. Po. Tresh 60 ditë për shembull për ditë me ty, tu uzon, tu netë, tu fletë, tu pa të gjitha gjërat e tua, do thotë që harron shumë gjëra. Vetëm gjë që është pak problem atje që ja sugjeroja gjithë këtyre reality show është që kamerat mos jenë të dukshme. Do thonë kamerat jenë fsheta komplet totalisht. Pse? Po sepse aty 70% fliçën me kamerat. Sepse e din se çfarë bëjnë. Shifsha brikenën do bëj vetëm kamera, gjithë ditën kamerat. Njëtë gjë bëte Mateo, njëtë gjë bëte Kristi. Kristi e ke pa, shumicën fliste me kamerat. Edhe kur hiko atë natë, të fol me kamerat. Sepse e din se çfarë po fliste me publikun. Kupton, kurse kur është kamera e fshet, nuk di ku është, edhe aty çorrentohesh dhe tregon fiks njeriu se kush është fiks. Unë kisha bezdime pa kamerën. Doja, edhe kur thëshë nga herë ti do me kap prime, mbite men mu me bo shere për të bo kap prime. Edhe në to janë fix lojra, nuk është reality. është diçka e stisur nga vetja vetë, nga secili banor që është aty. Kush ishte personi më i sinqert në atë shtëpi? Ajo Greta më duket, Greta shumë vajzë e mirë. Po, Greta.
pavarësisht se ishte më thojza viktime për dorë për pjesën e sikurnatë e mirë që ishte. Unë i thosha nuse e shtëpis. Ajo mu dukte më e sinqerta, tjerë nuk. Kush luante më shumë rol? Aktor. Normal që Rogerti ishte perfekt në këtë gjë. Pavarësisht se Tjetër? në vetvete ai ishte faktikisht, po aktrimin e kishte në mënyrë perfekte dhe lojën e njifte shumë mirë, si rregulla loje. Pavarësisht se në gjithë lojës shkonte aty ku ishte në karakter, sa ai ishte, ai siç është jashtë aty është dhe brenda. Me kënga ish banorët nuk ke më asnjë kontakt asgjë dhe me kë flet. Po paktën me 40% nuk la ka ra shumë, po unë që rri shumë, domethënë rri me Nestin, po thjesht për ditë, me Stinën domethënë, s'më them Nesti, me Kesin, me Arditin, me Stenaldon nga një herë ku më bie rasti. Me Gretën jam taku, me Inën jam taku, domethënë mirë në përgjithësi. Pra në 70% nuk jam taku me këto që gjoja e majshin vetën për kryesoret, me Brikenën, me Mateon e me Rogertin ose jo. Me Ilirin jam shumë mirë, jam taku kush disa herë. E ky Senon, e ky Tolja. Nuk është se kam nejtë me to aty brenda, po kena krijuar respektin e pjesës që kemi ndjek njëri tjetrin nga jashtë. Atëherë, Big Brother i ka mbaruar. Po. Dhe një pyetje të fundit për Big Brother, çfarë i ke marrë Big Brother? Çfarë ke mësuar nga vetja? Çdo njeri në jetën e vet duhet patjetër të ketë paktën një javë kohë të tillë aty ta sigurisoj. Të fikësh telefonin. Ke shtëpia, ti thosh mamë të vjen bukë me hëngër, ujë. Edhe kaq. Ashtu si gjë dhe fik telefonin dhe veti do fillosh të shohësh të gjithë jetën tënde, të gjithë gabimet që ke bërë, gjithë mira, gjithë këqijat, të gjithë ato gjëra që ti të ka shku. Se mos unë për shembull që jam në një moshë që se thash pak më parë në gjysmën e jetës. Kam mësu shumë gjëra të mira aty dhe sinqerisht për mua ja vleti shumë ajo si spektakël. Edhe plus që isha një produksion shumë të fuqishëm, se për mua është realisht Top Media për atë lloj emisioni është perfekt. Janë, si thënë, janë të lindur paktën për atë lloj emisioni. Për tjerat pastaj nuk është se i ndjek shumë, sa ato kanë më shumë rinore. Jo se s'dua të ndjek, po kam edhe ato punët e mia, ligimet e mia dhe televizionin nuk para ndjek shumë. Tani dua të kaloj pak tek familja jote. Publiku të ka parë shumë emocional kur ke folur për nënën. Çfarë njeriu ishte ajo? Faktikisht nuk e prisha këtë pyetje sepse më kanë bërë shumë veta dhe edhe gjithmonë e kam thënë që mundohuni që ta anashkalojnë, po për respekt të intervistës, për respekt të nënës vet. Në përgjithësi jo vetëm nëna ime, po gjithë kur flasin njerëzit për nënën, flasin shumë mirë. Por unë gjithmonë kam pas një respekt dhe kam një respekt të veçantë sepse neve nga mosha kur unë e humba babain, se humba shumë shpejt, kam qenë 6 vjeç, deri në moshën 27 që isha unë dhe ajo 46 vjeç, kemi qenë si shok bashkë, rinim po thjesht për ditë bashkë. Edhe punën kur kam filluar punën në spital, 3 vjet kur mbarova shkollën, kam qenë edhe atje ishim bashkë. Nuk duhet ty shumë thellë sepse janë prekë, njerëzit e kanë dëgjuar, i kanë dëgjuar gjitha historitë dhe nuk kam shumë dëshirë të flas më shumë. Thjesht për mua është shkollë vete. Dhe më ka dhënë shumë forcë për atë që unë jam sot. Pra sa kam bërë në jetën time. Por gjithmonë edhe në jetë, gjithmonë kam menduar që
të jem dikush për atë. Të jem dikush, të lej një shenjë jetën tim. Patjetër. Ke humbur babain shumë i vogël ashtu siç e the dhe ti vetë më parë. A të detyroi jeta të bëhesh e burr më shpejt? Jo, me thënë drejtën. Sepse thash ka pas nënën shumë të fortë. Ishte vetë burr, vetë gru, nuk pyeste për asnjë lloj gjë. Dhe ishte edhe në punë kur kam hyrë, edhe kur kam hyrë në punë, mezi kam hyrë se thoshte të ma, thoj za mami. Por normal që ne duke qenë që kemi qenë bashkë shumë më afër me njëri tjetrin, normal që të gjitha ato hallet, gjërat familjare, problemet familjare të jetës i kisha. Unë po duke qenë që jam edhe pak njëri i qetë dhe i marr gjërat pak me sportivitet gjatë gjithë jetës, se fundja fundit në jetë ka të mirat dhe të këqija, po keqen e ke për ditë, po unë gjithmonë të keqen e le anash, e di që e kam këtu afër, po gjithmonë nuk është se më shkon menja tek e keqja. Gjithmonë jam pozitiv për të menduar që do bëhet mirë. Edhe shumë njerëz thonë lum ti për mendjen që ke sepse nuk mendon shumë. Po hallin aty e ke, pse me hall, ku ka njerëz pa hallës? Çdo njeri ka hall. Tani dua të kaloj pak tek bashkëshortja. Po. E përshëndesim. Përshëndesim. Sa vite ke që jeni bashkë? 27 vjet. 27 vjet. Po, edhe hikin shumë. 27 vjet, po pakën kemi një 20 vjet që më shumë që pim kafe çdo mëngjes bashkë. Ti e ke quajtur bashkëshortën shoqe, mbështetje dhe gjithçka. Po. Çfarë ka bërë ajo për ty që publiku nuk e di? Kur si njeri që dukemi qetë dhe i kuptueshëm, i mirë kuptueshëm, në vetvete në brendësi jam njeri shumë i vështirë. Dhe kam pas fat që ka qenë një mbështetje shumë e madhe edhe e durume faktikisht. Teku për shumë gjëra. Që nga pjesa e artit atë muzikës apo shumë gjërave që kam bën jetën time. Dhe nuk asnjëherë nuk jemi trajtuar më shumë si shok se sa si bashkëshort. Ky ka qenë domethënë çelësi i suksesit për marrëdhënien tuaj. Ky është faktikisht për gjithë çiftet. Sot nuk mundi thush gruas gru. Gruan e ke shok, e ke dashur, e ke bashkëshorte, do t'i kesh gjitha. Po si pate këto, sikur një nga këto të mungoj, çarlojnë gjërat pastaj. Kush i kërkon kujt falje i pari? Ajo më shumë, pse unë e kam që ka të kokë forcim, po edhe ka të krenarin, se duke qenë që është nga tropoja dhe ka të krenarin. Kujdes ti me atë. Edhe pa ajo më shumë. Se fundit thonë që ato që kërkojnë më shumë falje në ato që duan më fort. Po. Të duan më shumë ato që kërkojnë falje. Nëse jam njëri me fat. Normal. A ka pasur në një moment kur të ka thënë të heqësh dorë nga muzika? Kush ja kur? Mbështetje e jashtëzakonshme në mënyrë kategorike. Po në Big Brother, ka qenë mbështetje? Shumë. Si e ka përjetuar ajo qëndrimin tënd në shtëpi? Shumë e tensionuar, ka pasi një farë historie të vogël. Një keq kuptim në media dhe edhe aty e përballoj shumë mirë. Por unë e di e njoh shumë mirë se kush është dhe përveç asaj ta thash që e kam partnere, e njoh komplet si person. Kush është më shumë xheloz nga ju të dy? Asnjë. Si një xheloz? Po kur një çift janë të dy të mirë, pse do të jenë xheloz? Kur kanë atë vetbesimin, a? Jo, më një çift kur janë të mirë, janë të sigurt. Janë të investuar të dy, xhelozia nuk vjen nga hiçi. Nga hiçi. Xhelozia vjen nga mungesa që ka një njeri me njëri tjetrin. Po edhe nga vetbesimi vjen ama. Po jo, më sepse po s'pate vetbesim normalisht. Unë personalisht kur unë jam rrit njëri pa bab.
Kur jam takuar, unë kam investuar shumë për atë si një me shkollë me çdo lloj gjëje. Sepse mendoja që ja u ndava. Ja, i ka fizikisht tjetër. Pse mos jetë zoja? Domethënë çdo i mashkull ku të ketë një femër në krah nuk duhet ta mendoj të jetë xheloz, pse u vesh, pse hiku, pse shkoi, më do më tradhtoi. Ajo për çdo gjë për vetën e vet e ka. Fundi një ditë do ta marrë vesh. Po fundi mashkull më të mirë se unë s'ka për të gjetë. E shikon pra që del të llafi im? Si? Vetbesimi, si thua, s'ka për gjetë mashkull të mirë se unë. Do të thotë që ti ke vetbesim. Nuk është puna, është pjesa e asaj që unë investoj për atë njerëj. Për çdo lloj gjë, që nga dashuria, nga pjesa monetare, çdo gjë. Nëse dikush tjetër investon në gjë të tillë, po si e ti ai që investon për atë që ke, jo investim vetëm financë, se s'është puna pjesës financës. E kupton se sot të ke blejon makinë, blejon rroba, që ti vetëm mos shko këtu, mos pa këtu. Po ti tash ai s'është puna jote. Po. Është njeri. Si çdo njeri tjetër, është njeri. Nëse ke fatin të jetë njeriu mirë, edhe është fati që e ke ti atë njeri të mirë, pse mos ta kesh të gjë. Se meshkujt përgjithësi këtu i duan gratë ignorante. I duan kukull më kot lop. Me bot ç't doj ai. Po. Cila është gjëja që Arton Kola e bën në shtëpi dhe askush nuk do ta besonte? Çdo gjë me. Gjitha punët. Punët i bënë. Po pse mos ti bëj? Ja për shembull, un kam 4 ditë që është nusja në Itali, se është në spital, domethënë se ka kurimet, un jam me fëmijët, kush di lajt pastorit ato gjërat. Si. Po normal. Bravo, më çudita. Pse më çudit me do gatushë, do lane, do shplane, do mbahen. Që njeriu duhet i bëj gjërat vet për çdo gjë. Edhe un kam edhe fëmijë, të them do t'i bëni gjërat vet. Unë kam djalin 11 vjeç, e ka shkollën te Sabodin Gabrani, nga Globi deri te Sabodin Gabrani, gjithë shkojnë me makina edhe në shi me çadë them shkojnë kam. Thonë po si lën fëmijën dhe vetëm ashtu. Shkoj vetëm të mësohet. Po. Të jeti zoti vetes. Po normal. Tani kam disa pyetje që do zgjedhësh. Para apo famë? Njeriu në fillim kërkon famën. Pastaj paraja vjen vetë. Me famën? Po normal. Paraja vjen me punë, me çdo gjë. Fama tjetë pak e mirë, jo se ka dhe famë të keq. Ka dhe famë. Te Kronika Zez. Dastëm apo koncert? Të dyja më pëlqen shumë. Po më shumë normal si çdo njeri që pëlqen live, sepse unë shoh edhe shumë aktorë që vdesin për teatr, kupton. Pëlqen vetëm teatrin, thonë, se çdo aktor që filmash apo diçka thonë, ne gjem vetëm në teatr, sepse normal që në teatr je live edhe çdo gjë nuk thotë ne përsërit edhe një herë, bëj edhe një herë, aty je. Do të thënë dastëm. Po. Këngë popullore apo moderne? Të përzime bashk. Ashtu i kam unë përkash. Po. Nuk jam fix folk. Big Brother dhe një herë apo jo? Jo, nuk do doja më të isha Big Brother. E ke marrë ti që ke pas me marrë? Po, që do bëj atë? Një artist që është i mbi vlerësuar. Në Shqipëri? Nuk më bjen në mend në një i mbi vlerësuar, por ka njerëz, domethënë ka artist me fat më shumë, por arti për mua është fat valla. Ditë apo natë? Natë. Pse natë? Ka gjë më të mirë se natë është qetësi. Ditë apo mal? E mali më pëlqen më shumë. Pse mal? Ka ajër të pastër. Mali. Ka pemë. Qetësi absolute. Deti është zhurmë e madhe. Zhurmë është deti. Shumë zhurmë është, njerëz pa fund aty. Po ti në det qet, për shembull, ti je diku nga maj, si fillon ajo pjesa e qeles luleve, deti rrim pak si vaj, kështu është fillimi. Pastaj meditim super i mirë. Po. Tani unë para se ta mbylli, do doja të di se çfarë të presi publiku nga Artani, do një projekt të ri, çfarë u premton të gjithë mbështetësve tuaj?
E ke po këtë pyetje si me qenë deputet lal. Po jo, Mbështetëse, pse mbështetës janë ato, se të kanë parë që nga shtëpia Big Brotherit, të dëgjojnë dhe këngët. Unë kam bërë një këngë, të 2-3 ditë del në treg, është një këngë kurbeti. Kam plot këngë, kam shumë këngë. Do me thënë vetëm hita. Hite nuk e di varet, sepse varet se si të ngecë. Ka këngë që ti e nis për hit, Edhe të rinë shumë? kur kam dalur për herë të parë, kur investoj ky zotëriu që tash Phoenixin që e hodhi album e parë, rrinte në angth. Më thoshte mu me këto lek do bëja katin e dytë shtëpisë të. Edhe të shumë se fritunin se kisha besimin që do bëheshe diçka. Dhe ne priqim, kemi pasja 2 këngë, kur nuk priste që nata funit do bëte hit. Ne priqim këngë tjera, bësh këngë tjetra. Për shembull, Gajdi Xhiu që u bë hit nëse priqim atë. Popullore shqiptare, kështu. Edhe për punime tjerë do t'i u bë. Më thënë janë ca këngë që ti vërtet pret për t'u bë. Edhe nuk bëhen. Ti ke pa këngëtarë shumë fuqishëm që janë son treg, kanë për shembull 100 milion klikime, del mas 2 muajsh me këngë të re me zi kap 1 milion klikime. Ma kupton, pavarësisht se normal që sot blihen. Po. Se tash nuk mundesh ti nga 100 milion të shkosh në 2 milion direkt e poshtë. Kjo do të thotë që ti s'ke investu, nuk ke investon se ke besim që do i marrësh prapë ato që si merr dot. Pra kënga për mua është edhe pak këshie, si ta kapi. Kanë dalë ca këngë që s'ta priste menja ti që për shembull ka një kolege ajo që ka pasi këngë, se s'po e përmend emrin para 12 vjetësh me zi kishe kap 20.000 klikime. Sot një balad që e bëri, që riktheu shkoi 50 milion klikime direkt. Po ajo balad. Pasi këngët remix për shembull, Ramadani via. Me zy kam pas marr 200.000 klikime, sot ka miliona klikime. Mara fjalë ka 13 vite këngë. Po janë rrjetet sociale pra që i bëjnë virale? Jo, janë rikthimet. Rikthimet dhe rrjetet sociale? Jo, është pisa, janë këto këngëtarët e reja. Është tjetër teknik të kënumesh tash. Unë s'më kënoj si Ylli Limani, për shumë. Kupton? Unë në atë kohë, sepse çdo këngëtar është me breza. Është mënyra të kënumit dhe këngës që ti e pëlqen. Se ti për shumë pëlqen Yllin. Jo. Brezi jo, po, e sigurt. Unë? Jo. Po nese më, po flas gjithmonë për këtë. Ose Alban Skënderaj për shembull. Që është shumë këngëtar shumë i mirë. Dhe ka tjetër, ose shi për shembull, po ta e marr një shembull shumë të thjeshtë. Ermal Fizullaj me Sabri Fizullau. Pra kanë ndryshim shumë të madh me njëri tjetrin në mënyrën e të kënumit. Po, kjo është vërtet. Teknikisht. Edhe kështu që sot unë e kam zërin, kam ngrohtësinë, e kam çdo gjë, po unë s'kam teknikën e tyre, se kisha edhe teknikën. Të kisha edhe teknikën atyre, do isha shumë më mirë. Ti e ke zërin, do na këndosh pak një refren vogël? Të kujt? A e dashura do kthehesh prap. A e pëlqen ti? Po. Erdhe mbrëm në ëndrrën time, ishe ti pranë zemrës time, më kujtoa ato në dvere, prap mua me mall. Më kujtua sytë tua, a balkur më shije mua. Bile e kam bër. Çfarë i ke bër? Një remix e Britani që është pak. Pak. Se edhe nosha e kalumi çika te. Jo, s'ka problem. Edhe shumë shpejt do ta nxjerr. Pra nxirre se kjo është kënga ime preferuar.
e tjerë e tjerë. E të tjerë. Është shumë e bukur, më pëlqen shumë. S'ka qenë. Dikur ta bëj atë, do të ta marrë remiximin, se s'është miksu akoma, do ta dërgoj ta ndëgjosh. Shumë faleminderit. Artan, unë ishte kënaqësi dhe të falenderoj pa mas që pranoj të jesh pjesë e emisionit Vibe. Edhe ç'a vibe-it dha emisioni Vibe i herë? E para punës që ju uroj për këtë emision. Faleminderit. Edhe për këtë media të re që keni edhe për studiot shumë të mrekullueshme që keni bërë, investimin që keni bërë. Inshallah ecën mbar. Faleminderit. Edhe vërtet na krijove një diçka shumë të bukur, pavarësisht se në përgjithësi pa të thënë ja 2 herë, po nuk është se s'doja të vija, po ishte pjesa e ngarkesës. Më në fund erdhe pra. Po erdha dhe me dëshirë të madhe. Falenderoj shumë, do jesh gjithmonë i mirëpritur dhe presim. Edhe jam i sigurt që do bësh shumë e madhe. Shumë faleminderit, shpresojmë. Duke punuar. Po. Duke punuar fort dhe presim projektet e reja, këngët e reja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.